Kryetari i Bashkisë së Tiranës nuk do ta ketë mundësinë e shfaqjes në ekran pas kafazit të xhamt. GJKO i refuzoi kërkesën e Erjon Veliajt për të transmetuar live seancën, ashtu si u veprua me Ilir Metën. Këtë të hënë në përballjen me akuzën, Altin Dumani ngriti argumentet ndaj kërkesës së propozuar me post. Ne si organ akuze nuk na shqetëson, por e shqetëson procesin. Seancat janë publike, por nuk transmetohen live. Në çështje penale ku ka dëshmitar dhe më tepër të drejtësisë nuk lejohet transmetimi live. Dhe në Shtetet e Bashkuara nuk lejohet transmetimi live në sistemin federal. Pasi vulosi rrëzimin e pikës së parë, GJKO mori një tjetër kërkesë. Këtë radhë avokati propozoi që Veliaj të mos qëndronte në kafazin e xhamt, por në sallë. Por reagimin e mori nga prokurori tjetër, Ols Dado. Nuk besojmë se përbëm problem, s'është kafaz, por një xham. Ka dhe një të çarë aty që mund të komunikohet. Kushtet e gjykatës së posaçme janë shumë të mira si hotel me 5 hyje. Megjithatë, formulimi i reagimit prej prokurorit duket se nuk mori pëlqimin e palëve, ndërsa gjykata i tërhoqi vëmendjen. Po ashtu edhe në këtë rast, trupa saktësoi se Veliaj seancat sërish do t'i ndjek nga kafazi. Efekti i seancës Meta tashmë ka përfshirë edhe të tjerë politikanë që janë në proces gjykimi. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, po ashtu kërkoi që seanca për dosjen Buka të jetë live.